Lidhja e tyre ka trazuar të gjithë rrjetin. Po flasin për Ejti Takon dhe këngëtarin Gjesti. Përsa ka u ishin në shtëpimet e famshme në Shqipëri, ata kishin ulje ngritje, por më në fund ata u lidhen dhe kështu lumturuan të gjithë fansat e tyre, por pasi përfundoi shtëpia më e famshme në Shqipëri, për ta nuk ka asnjë lloj lajmi. Por së fundmi fansat kanë vënë një detaj dhe mendojnë se Egli me këtë veprim ka hequr dorë përfundimisht nga Gjesti, por këtë e ka bërë të ditur në një format tjetër. Ajo ka hequr nga Instagrami edhe videon që kishte me Gjestin nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Pra siç duket lidhja e çiftit po pëson një krizë të madhe. Se si qëndron e vërteta din më së miri Gjesti dhe Egli, ose ndoshta e gjithë kjo është një strategji marketingu, përderisa ata të dy kanë lajmëruar se do të vinë me projekte muzikore. Se çfarë do të ndodhë me ta, na mbetet vetëm të presim.